Policia e Kosovës ka arrestuar një person që dyshohet se mori pjesë në sulmin ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës në Zveçan më 29 maj 2023. I arrestuari është S.R. Ai dyshohet se ishte në mesin e qindra protestuesve që ushtruan dhunë ndaj KFOR-it e policisë. Sipas njoftimit të prokurorisë speciale, arrestimi është bërë më 14 janar 2026 në koordinim me hetuesit policor nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Rënda dhe Krimit të Organizuar. S.R. është në mesin e 10 të arrestuarve për trazirat në Zveçan në maj të vitit 2023. 10 pjesëtar të KFOR-it kishin pësuar lëndime pas përleshjes me protestuesit serb. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj L.M për shkak të veprave penale, sulm ndaj personit zyrtar dhe pjesëmarrja në turm që kryen vepër penale dhe huliganizmi. Sipas prokurorisë, i pandehuri L.M akuzohet se më 29 maj 2023 në Zveçan, në bashkëkryerje me të pandehur të tjerë përmes përdorimit të dhunës, sulmuan dhe seriozisht i kanë kanosur ushtarët e misionit paqërojtës të KFOR-it. Sipas akt akuzës, nga dhuna ushtruar ishin shkaktuar dëme materiale të konsiderueshme në automjetët e KFOR-it dhe të Policisë së Kosovës, thuhet në njoftim më 21 nëntor 2025. Kurse për sulm ndaj KFOR-it, Radosh Petrović dhe Dušan Obrenović janë shpallur fajtor për pjesëmarrjen në turma lidhur me trazirat e muajit të vitit 2023 në veri të Kosovës, nga të cilat mbetën të lënduar së paku 30 ushtarë të misionit paqërojtës të KFOR-it. Radosh Petrović u dënua me 6 muaj burgim, por me pëlqimin e të njëjtit, ky dënim do t'i kthehet në xhob në shumën prej 6.000 euro. Ndërka që akuzuari Dušan Obrenović u dënua me 6 muaj burgim, por që në këtë dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim. Nën masën e tillë, Obrenović kishte qëndruar për mbi 5 muaj. Ky vendim kishte ardhur pasi që të akuzuarit kishin arritur marrëveshje për pranim të fajësisë me prokurorinë speciale. Radosh Petrović dhe Dušan Obrenović po akuzoheshin nga prokuroria speciale për pjesëmarrje në turm që kryen vepër penale të huliganizmit. Përveç ushtarëve të KFOR-it, lëndime pësuan edhe pjesëtarët e Policisë së Kosovës. Po ashtu, Petrović dhe Obrenović akuzoheshin se kanë dëmtuar veturat e gazetarëve, disa prej të cilave ishin djegur plotësisht, duke shkaktuar kështu rrezik të lartë për jetën e shumë gazetarëve. Ata akuzoheshin për kryerjen e 4 veprave penale: bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese me qëllim të sulmit kundër rendit kushtetues, rrezikimi personave në mbrojtje ndërkombëtare, sulmi ndaj personit zyrtar dhe pjesëmarrja në turm që kryen vepër penale dhe huliganizmi.